Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në episodin e parë të këtij sezoni të ri të emisionit Të Rinë për të Rinë. Unë jam Elena Lubonja dhe së bashku do të jemi në ekranin e RTS Korça. Përshëndetje edhe nga unë jam Ilva Dredasi dhe si fillim dua ta nis që jam shumë e lumtur dhe shumë më bëhet shumë qefi që do të jemi këtu bashkë me Elenën dhe ne do të trajtojmë kështu shumë më tema, do të merremi me shumë të rinj, do të kemi shumë të ftuar dhe shpresojmë të na ndiqni. Duke qenë se në datën 8 shtator filloi zyrtarisht fillimi i vitit të ri shkollor, duam që të urojmë të gjithë nxënësit, mësuesit dhe të gjithë pjesën tjetër të stafit shkollor një vit sa më të mbar, më të lehtë dhe me shumë suksese. Atëherë kjo do të jetë edhe tema që do të flasim për sot, do të trajtojmë për fillimin e vitit shkollor, do të flasim për të rinjtë të cilët kanë hyrë në gjimnaz, që e mbarojnë apo që janë edhe në vit të dytë, për emocionet që kanë hasur, për vështirësitë, për pritshmëritë apo dhe për sfidat që ata do të kenë gjatë këtij viti shkollor. Duke qenë se edhe unë me Ilvën jemi gjimnaziste, dua të pyes ty si fillim Ilva, si ka qenë për ty fillimi i këtij viti? Atëherë unë kisha emocione të shumta si maturante që jam, vështirësi sigurisht, por shpresoj t'ja dal mbanë dhe me provimet e maturës. Sigurisht emocionet janë, por shpresoj të jem pak më e lirshme dhe kaq të thoja. Shumë suksese. Shumë faleminderit edhe ti. Ti si ndjesh këtë vit? E di që je në vit të dytë apo jo? Po, këtë vit kam hyrë në vit të dytë, jam në gjimnazin Themistokli Gërmenji dhe duke qenë se është viti i dytë, tani jam akomoduar dhe jam familiarizuar me të gjithë mësuesit, klasën, po, dhe në krahasim me vitin e kaluar jam ndier më e qetë. Nuk kam patur atë ankthin e shtuar. Të kuptoj shumë mirë të kuptoj. Dhe jam ndier më komode. Më bëhet qefi. Më trego pak për pushimet, si i kalove, kishe pasione, talente, gjëra ose dhe libra, ke lexuar, më thuaj. Duke qenë se vitin e kaluar u lodha shumë me shkollën, zgjodha që këtë vit ta merrja më me qetësi pushimet verore. Shumë mirë. Por gjithashtu kanë qenë edhe produktive nga ana e shoqërisë, sepse kemi kaluar shumë kohë bashkë, kemi bërë udhëtime të ndryshme dhe ka qenë një verë shumë argëtuese për mua. Po për ty? Po, dhe për mua ishte shumë argëtuese, jam kënaqur shumë. Me shoqërinë kam dalë gati çdo ditë të mundshme dhe sigurisht unë nga që jam edhe në balet edhe jam marrë edhe me baletin, kam qenë angazhuar pra edhe me dasma dhe me koncerte dhe tani këtë vit tash do fillojmë tamam dhe shpresoj t'ja dalim sa më mbanë. Dhe pikërisht, derisa kjo është tema e sotme, kemi zgjedhur që të ftojmë disa të rinj nga gjimnazet të ndryshme të qytetit të Korçës, që pse jo t'i pyesim dhe ata për eksperiencat e tyre. Jemi këtu me të ftuarën tonë të parë, Engji Rënjan, e cila është një gjimnaziste në vitin e parë në gjimnazin Themistokli Gërmenji. Përshëndetje Engji dhe faleminderit që e pranuat ftesën. Faleminderit ju që më thirrni në emisionin tuaj. Atëherë Engji, dua të pyes, tani ti je në vit të parë apo jo? Po. Si ke kaluar, mund të më thuash emocionet tënde të fillimit, si ishin? Se fillim përpara se të fillonte shkolla, java e parë, isha shumë emocionuar edhe shumë nervoze se si do të kalonte e gjithë ky kapitull i ri. Por në momentin që unë futa në dyert e shkollës, diçka ishte ndryshe. Emocionet e mia të gjitha ishin pak më të lirshme dhe nuk besoj ato sepse i kisha gjitha ato emocione dhe nervozizëm. Por pas që gjithçka që kisha menduar ishte e gabuar, fillova që ta ambientohesha, pavarësisht se isha në një ambient kaq të ri. Shumë mirë. Po. Edhe pse është fillimi i shkollës, ke ndjer ndonjë ndryshim nga nëntëvjeçarja tashmë me gjimnazin? Është ende java e parë e shkollës, por mund të them që mënyra se si shkolla funksionon, pra gjimnazi me nëntëvjeçaren janë pak më të ndryshme se sa njëra tjetra. Mësimdhënia, mënyra se si pra shoqëria janë gjithçka e re, por ende kam gjëra për të eksploruar. Shumë mirë, të pyes, po me pushimet si ke kaluar, ke ndonjë pasion, talent që merresh? Me pushimet mund të them se kam kaluar mirë. Deri në qershor jam marrë me pjesën e provimeve të lirimit, por më pas fillova që të shijoja pushimet e mia verore, kam dalë me miqtë e mi, kam shkuar në për
aventura, le të themi. Shumë mirë. Dhe gjithashtu jam marrë dhe me pasionin tim shkrimin, gjithashtu dhe kam lexuar shumë libra. Sa mirë. Mund të na thuash disa nga librat që ke lexuar dhe që të pëlqejnë akoma më shumë? Si fillim jam marrë me Metamorfozën e Kafkës, që e kam rilexuar sepse është një nga librat e mi të preferuar dhe mënyra se si shkruan Kafka, pra pjesën e ironisë, simbolikën që përdor është shumë e veçantë dhe më pëlqen shumë që ta lexoj dhe ta studioj Kafkën. Gjithashtu kam lexuar edhe Ferin e Dantes, një komedi nënore, është një nga veprat më të bukura. Mënyra se si Dante ja përshkruan Ferin, kalimin në purgator dhe më pas në parajs janë tepër të veçanta dhe mendoj se mënyra se si shkruan ai është një nga autorët më të mirë. Ndërsa për pjesën e pasionit tim pra të shkrimit, kam filluar të shkruaj, pra një libër timin dhe dua shumë që ta botoj në të ardhmen. Besoj se nëse besoj në vetja, mund t'ja dal. Po, si që e the, ty të pëlqen edhe të lexosh edhe të shkruash. Po më tepër në cili zhanër fokusohesh? Cili të pëlqen më shumë? Mua më pëlqen më tepër të fokusohem në romanca, pavarësisht se librat që unë lexoj janë pak të errët. Besoj se në romanca përshtatet më shumë, pra mënyra stilin e të shkruarit, sepse gjithmonë kam preferuar pjesën e romancës, komedisë edhe i përzikë të dyja, pra rom-com. Dhe besoj se mënyra, domethënë stili se si shkruaj është përfshin të dyja, edhe romancën dhe komedin, kështu që gjithashtu fut edhe pak në drama. Po, të kuptoj. Të pyes sepse di që në klasë të 9 është një konkurs më duket i gjuhës shqipe, ke qenë atje? Jo, në konkursi i gjuhës shqipe nuk mora pjesë, arsyet ishin personale, po. Të kuptoj, në rregull. Por që besoj se pjesa, pra tani mund të ish në për konkurse të tjera, po. Po, për pasionin tënd të shkrimit, çfarë përshtypje kanë patur qoftë mësuesit të letërsisë që mund të kenë shtyr, po ashtu edhe prindrit, të kanë ndihmuar më tepër në pasionin tënd? Po, na thuaj më shumë për këtë. Për pjesën e mësuesve të letërsisë dhe të gjuhës shqipe, mësuesja ime në 9 vjeçare gjithmonë më ka shtyr tek pjesa që të shkruaj dhe të mos e humb kur këtë pasion timin, sepse ndryshe e mërthonte si një është diçka e veçantë, se themi është një si gur i çmuar kjo pjesa e shkrimit. Dhe gjithmonë kam pasur një motivim nga mësuesja ime e gjuhës letërsisë, sepse gjithmonë ajo e dinte që pasionin tim dhe më njinte si tip dhe gjithmonë më thoshte që vazhdoje dhe asnjëherë mos e lër mbrapa, dhe në momentin kur unë i kam treguar mënyrën se si shkruaj, pra sent, poezi, madje edhe disa fragmente të ndryshme nga libri, gjithmonë i ka pëlqyer dhe më ka motivuar për më përpara. Ndërsa për pjesën e familjes gjithmonë një suport i veçantë nga ta dhe kam besuar gjithmonë tek unë. Dhe le të themi që pjesa suporti që më kanë dhënë familja, qoftë edhe mësuesit e tjerë, më kanë bërë mua të besoj më shumë në vetvete dhe të them që shiko se unë mund t'ja dal në të ardhmen. Mund të na tregosh pak më shumë për librin që e duke shkruar vetë tani, qoftë pjesë të subjektit ose çfarë? Në qoftë se nuk do ta zbulosh pastaj është. Për momentin dua ta lë sekret sepse por mund të dim vetëm zhanerin. Jemi shumë kurioze që romans, komedi dhe dramë. Shumë mirë. Shumë mirë. Ç'mund të na thuash diçka tjetër për si vit i parë tani në gjimnaz? Dua them që çdo nxënës, qoftë ata që janë në klasë të 9 për të futur vitin tjetër në gjimnaz, qoftë ata që janë futur në gjimnaz, mos e marrin fare me stres sepse është diçka që do ta kalojmë të gjithë. Njëjë siç më kanë thënë të gjithë mësuesit, madje edhe shumë të afërm që gjimnazi vjen një jetë dhe është një eksperiencë shumë e bukur. Dua të them që të gjithë ta shijojnë ashtu siç po e shijoj dhe unë, pavarësisht se mund të ketë sfida, mund të ketë aventura, mund të ketë të qeshura, mjaftueshëm drama dhe shumë të tjera. Besoj se në qoftë se arrin të përshtatesh, mund t'ja dalë shumë bukur dhe të marrësh një eksperiencë dhe të mbyllësh një kapitull mjaftueshëm të mrekullueshëm. E pra ky mesazh vlen shumë për të gjithë moshatarët tanë. Qoftë ata që janë në klasë të 9 dhe tani janë pak të friksuar ose në ankth për vitin që i pret, ose qoftë ata që janë duke u marrë me studimet e tyre dhe janë ende të friksuar për atë çfarë do vazhdojnë. Vënimisht të dëgjoni Incin, sepse kishte një mesazh shumë të vlefshëm.
Shumë faleminderit Engji që ishe këtu me ne. Shumë faleminderit, ne të urojmë shumë suksese kudo. Dhe shpresojmë që ta lexojmë librin tënd. Shumë faleminderit. Kur të botosh librin, do jesh përsëri do reale. Me gjithë qef. Shumë faleminderit. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi me të ftuarin e radhës. Radio Korça 89.5 MHz. Muzikë e përzgjedhur, emisione të ndryshme. Informull dhe argëtohu vetëm me Radio Korça. 89.5 MHz, frekuenca juaj. Nganjëherë, dallimet midis nesh duken të mëdha. Nganjëherë, dallimet midis nesh duken shumë të vogla. Dhe nganjëherë, duket sikur nuk kemi asgjë që na bashkon. Janë fare të parëndësishme. Jemi rikthyer sërish në studio me të ftuarën e radhës, Alesia. Atëherë, përshëndetje dhe dua të falenderoj për ftesën që na pranove dhe mirë se erdha. Faleminderit si fillim ju që më dhat mundësinë të vij në emisionin tuaj dhe ju uroj shumë suksese për këtë sezon të ri. Shumë faleminderit. Atëherë, cilat janë disa nga sfidat më të mëdha që ke hasur gjatë gjimnazit dhe në vit të parë? Atëherë, unë jam nxënëse e vitit të dytë në gjimnazin e Raqi Qirinxhi dhe tashmë sapo ka nisur viti i dytë, pra është herët për të folur për sfidat e vitit të dytë, por do të prekja pak sfidat e vitit të parë që sigurisht për çdo gjimnazist ka qenë njohja me stafin mësimor, me nxënësit e rinj dhe ambientimi pra me një strukturë të re, me një ngarkesë më të madhe se nga 9-vjeçarja. Shumë mirë. Shumë mirë. Po, fillimisht ky vit si të ka pritur njerë në shkollë? Si e ndjer me fillimin e këtij viti të ri? Ka patur ndonjë ndryshim nga viti i kaluar? Ndoshta e ndjer më komode këtë vit? Nga pjesa e ankthit, si ka qenë? Atëherë sigurisht këtë vit e kam pritur me më shumë pozitivitet për shkak se jam ambientuar, jam përshtatur, duke nisur që me mësuesit tashmë i njohim kërkesat e tyre dhe do të jemi më të përpikt dhe më të saktë tek dhënia e detyrave apo tek përgjigjet që mund të japim gjatë orëve mësimore dhe sigurisht me shoqërinë jemi njohur më shumë me njëri tjetrin dhe jemi gati mund të them për të krijuar ato momentet e paharrueshme të gjimnazit. Pra mund të themi se këtë vit ndihesh më e sigurt në vetvete. Po, sigurisht, me ambientuar siç edhe e preka. Mund të më thuash pak për pushimet e verës, si kalova?
Pushimet e verës, gjithmonë kjo tema që sa herë që jemi në shkollë na pëlqen ta prekim sepse janë momente vërtet shumë të bukura që kemi kaluar. Verën e kam kaluar më shumë duke ju përkushtuar pasioneve të mia, si fillim udhëtimeve, kam udhëtuar shumë këtë verë, kam krijuar miqësi të reja, miqësi nga më të ndryshmet. Dhe sigurisht pjesën e mbetur e kam kaluar me miqtë e mi këtu në Korçë, më thënë, duke dalë me ata, duke ndarë mendimet tona, opinionet, por nuk kam lënë pas as pasionin tim për fizikën. Kam punuar me ushtrime të ndryshme, të cilat disa mi kanë dhënë dhe profesorët, dhe gjithashtu jam përgatitur edhe për një konkurs në fizik, por nuk kam lënë pas as pasionin tim për filmin, për teatrin, të cilët kanë ndikur shfaqjet që janë dhënë gjatë verës, dhe kam lexuar edhe disa libra që na janë sugjeruar pra nga profesorët. Jam shumë kurioze të di për pasionet e tua, po fillimisht e nisim në fillim me pjesën e udhëtimeve. Ku ke shkuar këtë vit, si ja ke kaluar? Atëherë kam qenë në disa herë në Rumani dhe në Greqi, ndoshta duken si vende që janë afër me Shqipërinë, por momentet që kam kaluar, pra shoqëritë e reja apo kampet, miqësitë që kam krijuar ande janë gjërat më të bukura dhe momentet më të bukura që kam kaluar gjatë kësaj vere. Dua të dëgjoj pak më shumë për pasionin tënd për fizikën. Kur ka filluar pasioni jot për fizikën? Atëherë pasioni tim për fizikën ka filluar në klasën e 7. Kur u njoha më mirë me fizikën si lëndë, nisa të punoja dhe të përkushtohesha me ushtrime, gjithashtu dhe me teoritë, dhe gjithmonë çdo gjë që më dukej si e panjohur apo ndonjë term i vështirë e kërkoja në internet dhe zhvilloja më shumë horizontin në atë drejtim. E kuptoj. Mendon se fizika mund të ndihmojë më tepër në të ardhmen tënde, qoftë me profesionin që do të kërkosh të ndjekësh, apo je më tepër tek pjesa e arteve ose tek pjesa shoqërore? Pyetje bukur, më pëlqen. Në këto momente jam akoma duke studiuar pak më shumë rreth profesionit që dua të kem në të ardhmen, dhe po shikoj çdo ditë më shumë se cilat janë degët të cilët unë dua të ndjek dhe lëndët që unë duhet të zgjedh, duke qenë se përpara po vinë zgjedhjet e lëndëve për vit të tretë, dhe fizika po bën pjesë tek ajo deg që unë dua të vazhdoj më vonë, por jam akoma në studime sipër, siç thash, për të parë se cila deg apo sepse fizika ka disa, pra mund të jetë fizikë kuantike apo në një lloj tjetër, pra cili lloj do të jetë ajo që do më përshtatet mua dhe do më vlej më shumë për profesionin tim të ardhmen. Po, këtë pjesë për fizikën, cila është pjesa më që të pëlqen më shumë nga fizika? Do thënë kuantike, kinetike? Në këtë verë kam marrë leksione në fizikën kuantike dhe mendoj se duke pasur parasysh mekanizmat që ajo ka, ushtrimet apo dhe ekuacionet, vërtet janë shumë të vështira, por përsëri mendoj se mund t'ja dalin qoftë se ky pasion dhe ky vullnet që un kam udhëheq. Besoj se jo vetëm unë, po dhe të gjithë shikuesit jemi shumë kurioz edhe për pjesën e filmit që ti e përmende. Mund të na flasësh pak më shumë, qoftë thjesht të pëlqen të shohësh filma ose më tepër do në të ardhmen qoftë edhe të marrësh pjesë, se jo të bëhesh dhe aktore. Atëre, në këtë fazë jam duke par filma, të cilat do të më vlejnë mua më vonë për të krijuar, për të zhvilluar imagjinatën dhe të jenë një bazë e mirë për të nisur pra një kapitull filmash apo filmat që unë mund t'i bëj vetë, qoftë të jem regjizore, qoftë edhe të luaj në to. Të kuptoj shumë. Po prindrit atë mbështetin në këtë pjesën e ëndrrës tënde për filmat, për kinematografin? Prindrit gjithmonë kanë qenë të hapur ndaj mendimeve të mia dhe janë shumë suportues, duke më krijuar çdo ditë më shumë mundësi që unë jo vetëm të shikoj këto filma, por më ndihmojnë edhe me projekte që ata mund të gjejnë për shembull në rrjetet sociale, kur shikojnë diçka direkt më çojnë ose më informojnë që shikoj se po ndodh një eveniment i tillë dhe duhet të jesh pjesë ose duhet ta ndjekësh. Po na fol pak më tepër përsëri edhe për pjesën e shkollës. Ke ndonjë pritshmëri për veten këtë vit, ndonjë objektiv që mund të kesh vendosur që në fillim të vitit, si ndihesh?
Atëre objektiva që se çdo nxënës jam e sigurt që ave vetes është një herë të dalësh me rezultate sa më të larta. Dhe pjesa tjetër, duke qenë se vitin e parë lash pak rastin në qetësim me pjesën e aktiviteteve, shpresoj që këtë vit të kem më shumë kohë të angazhohem. Po në cilat aktivitete ke marrë pjesë? Po më shumë pëlqejnë aktivitetet artistike, por nuk le pas as olimpiadat dhe konkurset e ndryshme, si në gjuhën franga ashtu edhe në gjuhën shqipe. Oh, shumë mirë, më bëhet shumë qefi. Të pyes, sepse ti je në vit të dytë apo jo? Po, dhe në lice. Sa mirë. Tani në vit të parë, ndonjë moment që të ka ngelur në mendje që të pëlqen më shumë, mund të na e tregosh, ta ndash me ne? Atëherë, duke qenë se në vit të parë ne sa u ambientuam, sa u njohëm me njëri tjetrin, do të veçoja pjesën e ekskursionit. Ku ishte momenti më i bukur dhe ne patëm më shumë hapësirë që të njiheshim me njëri tjetrin, të zbulonim botkuptimet e njëri tjetrit, mendimet apo opinionet rreth çështjeve të ndryshme që zakonisht diskutojmë. Shumë mirë. Mesazh, ke ndonjë mesazh për të na thënë ose për të dhënë bashkëmoshëllarëve tuaj? Po. Atëherë mesazhi që unë do të përcjellja për të gjithë nxënësit e vitit të dytë, që i përfaqësoj ata, është që rruga e gjimnazit sigurisht është e gjatë, por është shumë e bukur, shumë momente të bukura i presin gjithsecilit prej nesh, dhe objektivi kryesor sigurisht duhet të jenë mësimet, por të mos lëm pas as aktivitetet apo as shoqëritë ndryshme të gjimnazit, dhe të besojnë në veten e tyre, të besojnë në aftësitë e tyre, sepse besimi në vetvete në vitin e dytë është shumë i rëndësishëm për tu hedhur më pas në kapitullin e madh të vitit të tretë. Të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Dhe shumë faleminderit që na e pranove ftesën. Faleminderit. Është përsëri momenti të shkëputemi për një spot publicitar dhe rikthehemi me të ftuarin e radhës. Qëndroni me ne. Atëherë jemi rikthyer sërish në studio me të ftuarën e radhës, Isidora Malo. Si e? Mirë. Faleminderit si fillim për ftesën dhe ju uroj shumë suksese për këtë sezon të ri. Shumë faleminderit dhe për ju që e pranuat ftesën. Atëherë ti, Isidora, je studente e vitit të parë në gjimnazin Themistokli Gërmenji. Fillimisht pyetja e parë është si ndihesh në fillimin e këtij viti shkollor? Shumë emocione të ndryshme, doja të thoja, si fillim një javë përpara se të niste shkolla, unë kisha marrë me shumë qejf që do vete atje, shoqëri e re, miqësi të reja, ndryshime të reja. Javën që do të fillonte shkolla, domethënë para një jave se të fillonte shkolla, mua më zuri stresi, më zuri ankthi, dhe isha shumë e stresuar, ankth, si do jem mësuesit, për sa i përket mësimeve, vështirësive të ndryshme, por domethënë kur nisi shkolla ishte domethënë ndryshe komplet, sepse unë arrita të ambientohesha shumë lehtësisht me gjithë stafin pedagogjik të mësuesve, miqësitë, nxënësit e klasës time, shoqëritë të ndryshme që kisha dhe në shkollë. Po. Është akoma javë e parë në fakt, po do të pyes cilat ishin ndryshimet më të mëdha që ke hasur nga në veçaria tani në gjimnaz vit të parë? Unë doja të thoja në fillim ambienti, komplet ambienti, që është një ambient i ri, po. Stafi pedagogjik është... Si ndihesh edhe me mësuesit, je akoma më e lirshme? Doja të thoja po përsëri domethënë është ajo ngurtësimi që shiko se po e thash këtë, mund të bëj gabim, mund ta them keq, mund të le domethënë bresa të këqija në mësuesit, dhe është akoma domethënë fillimi. Po përgjithsisht domethënë shumë, më vjen mirë. Po, të pyesim pak edhe për pjesën e pushimeve verore, si ja ke kaluar, qoftë me ndonjë hobi, me ndonjë pasion, çfarë ke bërë gjatë kësaj vere? Fokusi im ka qenë domethënë se unë kam një vëlla të vogël tashmë edhe më shumë ka qenë atje gjatë ditës, mbas dite, më pas dila me shoqërinë, jam marrë me vizatime, mua më pëlqen piktura, vizatimet e ndryshme, përgjithsisht në plazh,
Verë. A mund të tregosh pak më tepër për pasionin tënd pikturën? Çfarë të pëlqen të pikturosh? Unë nuk e kam vënë vetes gjithmonë që shiko se mua më pëlqen kjo, po unë jam e hapur për të gjitha, mund të vizatoj një portret, mund të vizatoj pamje të ndryshme. E gjithanshme. E gjithanshme. Të kuptoj. Më vjen mirë. Po, për pjesën e udhëtimeve, ku ke shkuar gjatë kësaj vere? Mos ndoshta ndonjë eksperiencë veçantë që mund të ketë ndodhur shumë. Gjatë verës, si fillim isha në Korçë, me shoqërinë, më së shumti dilim. Më pas me familjen, shkuam në Greqi, në Kalkidiki, në Kalives dhe në Afitos. Ishin vende goxha të bukura, janë fshate të vogla, po domethënë kishin bukuritë dhe veçantitë e tyre, domethënë në Afitos mbaj mend që ishin dyqane të vogla, shumë të lezetshme me gjëra, domethënë. Po, cila ishte më preferuara? Në Afitos. E vërtet. Mund të më thuash pse? Po, domethënë ishte komplet ndryshe, kishte bukuri të veçanta atje, domethënë ti jepte gjithmonë si atë vibe-in e Greqisë komplet, domethënë. Të kuptoj shumë mirë. Blu e bardhë, kudo të shkoje. E ke ndier më tepër ndryshimin nga klasa e 9, 9-vjeçarja, tashmë më në gjimnaz? Nuk dua të them diçka të tillë sepse unë vetëm një javë ka kaluar nga fillimi i shkollës dhe unë nuk se kam ndier ndonjë ndryshim të madh, po doja të thoja mbi shtesën e mësimeve, domethënë mësimet janë më voluminoze, mësuesit janë... Të duket që tani je më e ngarkuar? Po. Javën e parë. Domethënë sepse në 9 vjeçare kishim thënë që domethënë afirmitetin me mësuesit ishin më të afërt me ne, është më ndryshe, kurse tani në gjimnaz jemi dhe më shumë nxënës në klasë dhe nuk është se mësuesit mund të kushtojnë ty më shumë vëmendje, kurse në 9 vjeçare neve nuk kishim një numër shumë i madh nxënësish. Problem. Edhe kishtin, secili kishte vëmendjen e tij personale, kurse tani në gjimnaz është më ndryshe, sepse domethënë ka më shumë nxënës edhe jo se të vjen radha shumë mirë për të folur. Të kuptoj. Këtë vit si të duket, domethënë tani mendon se do ja dalësh mban? Po, në qoftë se ja ve synim vetes, në qoftë se i përkushtohem mësimeve sa duhet, besoj se po. Sepse domethënë ai është si objektivi kryesor. Po. Ti akoma viti i parë tani, në fakt po dua të pyes, cilat janë lëndët që ti do të fokusohesh më shumë, cilat të pëlqejnë më shumë base shoqëroret, shkencoret? Shkencore dhe shoqërore, domethënë nuk kam pasur ndonjë diferencë të madhe, se mua më pëlqejnë nga të gjitha, në fakt. Të kuptoj. E gjithanshme që ke kudo. Do të thoja më shumë në letërsi, matematikë më pëlqen, biologjia më pëlqen, gjeografia, lëndë të ndryshme, domethënë nuk është se kam një lëndë specifike shumë të preferuar. Përveç pjesës së notave, që normalisht është për të gjithë nxënësit, i ke vendosur ndonjë objektiv tjetër vetes tënde për këtë vit, qoftë edhe më vonë? Po, domethënë unë dua që të jem sa më transparente me mësuesit, të krijoj shoqëri të reja, mos jem, domethënë, ajo vajza ka qenë ngurtë, të kem, domethënë, është diçka. Mund të na thuash ndonjë mesazh për moshatarët e tu? Po, gjimnazi, doja të thoja që... Ti akoma në fakt në vit parë është akoma tani? Fillim akoma, po doja të thoja që ky stresi që unë kisha në fillim, nuk është se mua më ka ndaluar për të parë, domethënë për të krijuar miqësi të reja, që kështu të jeni sa më pozitiv me mësuesit, me nxënësit, sepse besoj kjo është mënyra më shumë suksese dhe shumë faleminderit që ishte me ne. Po, shumë faleminderit edhe juve. Shumë suksese edhe ju. Shumë faleminderit. Mirë, atëherë do të shkëputemi për disa momente dhe do të rikthehemi prapë.
Jemi rikthyer përsëri në studio tani me një të ftuar tjetër, Marina Qose, nxënës i vitit të dytë në Gjimnazin Themistokli Gërmenji dhe për ta specifikuar në klasën lice. Mirë se erdhe Marino dhe të urojmë shumë suksese dhe shumë faleminderit që pranove ftesën tonë. Ju falenderoj edhe unë për ftesën, ju uroj sa më shumë suksese në këtë sezon të ri, një sezon sa më i mbar dhe sa më i lehtë për ju. Mund të na thuar si e ndjeri këtë vit? Si viti i dytë tashmë i ambientuar me gjimnazin, i ambientuar dhe familiarizuar me mësuesit, nxënësit e tjerë. Unë si nxënës që kam patur nga një shkollë që nuk ka qenë pjesë e seksioneve dëgjueshe, gjeta një shoqëri komplet të re dhe si thua isha i vetëm në klasë, por kurse tani ndihem si në një familje atje. Ka qenë nga viti i parë tani me plot angazhime, shpresoj që të njëjtat angazhime që kam patur dhe sa më shumë të reja të kem dhe këtë vit të dytë. Në fillim të këtij viti je ndjer besoj më i qetë, më komod në krahasim me vitin e parë. Në vit më pak stresues, duhet të thënë, ka nisur një vit më i lehtë mbas të më zhdukur mua, pasi si thosh u ambientova me ngarkesën që ka gjimnazi, u ambientova gjithashtu edhe me ritmin e shpejtë të gjërave. Cilat janë disa nga sfidat më të mëdha që ke hasur gjatë vitit tënd, domethënë edhe në vit të parë? Sfidat kryesore ishin që të ambientohesh si fillim me kurrikulat e reja, sidomos për një kurrikul seksioni dëgjues ku janë gjëra pak më të avancuara. Tjetër ka qenë të njohësh tipin e nxënësve të tjerë, të dish si të përshtatesh me ta, të dish si të sillesh me ta, mos ju krijosh atyre probleme, por as vetë mos krijosh probleme me ta. Problemet tjera kanë qenë mësuesit, të dish tipin e tyre, mënyra se si ata duan të organizojnë orën e mësimit. Po, të kuptoj. Ta lidhim pak dhe me pjesën e pushimeve të verës. Si ja ke kaluar këtë vit? Qoftë ndonjë pasion ose hobi që ke ndjekur, na fol pak. Ka qenë një verë pak impenjative dhe pak e angazhuar, duke qenë se kam marrë zyrtarisht statusin si aktivisti paqes dhe të drejtave të njerëzit. Ka qenë një verë kryesisht drejt aktivizmit, drejt mbrojtjes së popujve të shtypur, mbrojtjes së vendeve në luftë. Ka qenë një verë drejt angazhimit tim për përgjegjësinë time qytetare në radhë të parë, si për përgjegjësinë time morale, për të ndihmuar ma i sa mundet përmjet fjalës, nëpërmjet veprimeve të vogla humanitare, popujt në luftë, popujt e shtypur në vende të ndryshme të botës. Dhe nuk ka qenë thjesht një punë vullnetare që unë kam bërë thjesht se dua të dal në foto apo të bëhet reklamimi im si person, por ka qenë një nuk do të quaj punë, një aktivitet i imi i bërë për ndjenjën qytetare, për ndjenjën vullnetare, për ndjenjën humane që kam dhe e bëjmë atë punë me shumë sinqeritet dhe shumë lumturi dhe satisfaksioni që merr nga ajo punë është fantastik, nuk kam fjalë për të përshkruar. Po çfarë të frymëzoi që je futur në këtë punë, domethënë? Ka qenë gjithmonë ajo ndjenja për të ndihmuar të tjerët, ka qenë gjithmonë ndjenja që të jemi të barabartë, që çdo kush meriton diçka, çdo kush ka të drejtën për të jetuar në radhë të parë dhe çdo kush ka drejtë ta jetojë jetën në mënyrën më të mirë të mundshme. Po çfarë ndjesish të ka dhënë marrja me këto aktivitete? Është një aktivitet me shumë ngarkesë emocionale në radhë të parë, por duhet të mundohesh të fshesh emocionet negative dhe të japësh sa më shumë pozitivitet dhe për ata njerëz që janë aty kur lotët çaju janë tharë dhe nuk kanë çfarë të japin, por një drejtë drite duhet të jetë për të gjithë. Mendon se do vazhdosh dhe në të ardhmen ende me këtë pasion tënden? Shpresoj që po dhe dua të rritem akoma më shumë në këtë lloj profesioni duke shtuar dhe financim për këto popull, duke shtuar më shumë dhe sponsorizim për ta me organizata të ndryshme. Po, mund të më thuar cili ishte ndryshimi jot më i madh, domethënë nga viti i parë tani tek viti i dytë? Besoj ka qenë rritja më shumë. Rritja qoftë fizike, qoftë mendore, qoftë mentalitet në mënyra të reja të parit botës. Ka qenë ajo mënyra ku unë hoqë disa gjethe të kalbura të vetes time dhe shtuan lule të reja në pemën e jetës time. Siç e the, ti je pjesë e seksionit dëgjues, pra që flisni kryesisht mësimet i bëni në gjuhën italiane. Çfarë të ka shtyr për ta marrë këtë vendim dhe a ke ndonjë lidhje speciale me gjuhën italiane, qoftë që të mund të ndihmojë në të ardhmen ose ndonjë histori jote? Atëherë unë gjatë gjithë jetës shkollore, le të themi gjatë periudhës së 9-vjeçares, kam qenë bazë gjuhë anglisht dhe gjuhë frëngjisht, por gjuha italiane ka qenë gjuha e parë huaj që kam mësuar në mënyrë autodidakte, duke parë televizionin italiane, duke qenë se kam edhe njerëz që jetojnë në Itali. Kam patur gjithmonë një lidhje të veçantë me Italinë, jam rritur me këngë italiane dhe Italia ka qenë gjithmonë ai vendi i ëndrrave për mua.
Seksionin e zgjodha pikërisht për këtë, sepse doja të isha një hap më shumë afër Italisë, duke e parë si një mundësi, pra mendoj se dhe studimet mund të kryesh në Itali. Po, patjetër, do të jetë një trampolinë shumë e mirë për mua për të vazhduar studimin në Itali, dhe pse do të krijoj një karrierë në Itali, në televizionet italiane. Shumë mirë, më bëhet shumë qefi. Mesazh, ke ndonjë mesazh për të lënë tek bashkëpunëtarët? Si fillim do t'ju uroj suksese të gjithë bashkëpunëtarëve të mi, ata që nisin gjimnazin, që janë aktualisht gjimnaz, maturantëve së mos një 62 viteve për përmet e maturës. Po, faleminderit. Gjithashtu jo vetëm gjimnaziste, por ata që janë edhe nëntëvjeçare, kopshte, që çdo gjë që ka një fillim të ri do të jetë shumë okay, çdo gjë do të shkojë mirë. Nuk ka nevojë pse të marrin me stres, nuk mos bëjnë gabimet që kanë bërë, këtë duhet ta theksoj. Unë për veten time kam patur shumë stres gjatë vitit të parë. Normalisht duke mësuar me ngarkesën e ritmin e gjërave, por çdo gjë do të shkojë mirë. Nuk kemi as të parë as të fundit që kalojmë eksperiencë të tilla, por çdo gjë është që moralin mbetet lart, adrenalina me shoqërisë dhe aktiviteteve të mos mungojnë asnjëherë, dhe çdo njeri të ndjek këndrat e tij, sepse pasionimet që një njeri vendos vetes vet nuk mund të ecë përpara pasionimet. Faleminderit, shumë suksese qoftë në pjesën e aktiviteteve humanitare që përmendë. Shpresojmë që të vazhdosh. Shumë faleminderit që e pranove ftesën tonë. Po, dhe qoftë të gjithë dëgjuesit që e dëgjuan Marinon të flasë për këto aktivitete që ai ndjek, ndoshta mund të bëjnë një shtys që edhe ata të bashkohen dhe të marrin pjesë në këto lloj aktivitetesh. Shumë suksese. Faleminderit që ishe këtu me ne sot. Faleminderit Marina. Faleminderit dhe unë juve dhe ju uroj sezon sa më të mbar. Faleminderit. Atëherë do të jemi me të ftuarin e fundit pas pak, kështu që na ndiqni. Atëherë jemi rikthyer sërish në studio me të ftuarën tonë të fundit, e cila është një gjimnaziste nga Rashi Shirinxhi, Fiona Kamenica. Mirë se erdhe Fiona dhe të falenderojmë që na pranove ftesën. Mirë se u gjeta, urime episodit të parë dhe rrugë të gjatë dhe të mbarë sezonit. Faleminderit. Atëherë, si ndihesh tani që je në vitin e fundit të gjimnazit? Më trego pak më tepër, të lutem. Si fillim viti i tretë i fundit, domethënë më gjeti pak sëmur. Të shkuara. Faleminderit. E emocionuar, padyshim ti më kupton dhe vetë. Të kuptoj shumë mirë. Por edhe me një lloj nostalgjie, sepse është viti i fundit, është një vit i veçantë sepse mbyllim një kapitull të ri dhe do të më mungojnë kujtimet e bukura, po ashtu edhe njerëzit që më kanë shoqëruar përgjatë këtyre 3 viteve. Ti përmende pak kujtimet e bukura. Mund të më tregosh pak për kujtimet tuaja më të bukura, të lutem? Mund të veçoja periudhën e rinshot. Aty kam njohur shumë, kam krijuar miqësi të veçanta dhe po atë do specifikoja si kujtim të bukur. Më fol pak për Rinshon, të lutem. E di që në Rinshon je shumë angazhuar edhe me aktrimin dhe ke fituar edhe disa çmime po ashtu. Po. Jo vetëm në aktrim, po edhe në instrumente. Kështu që më fol pak. Vitin e parë bëra pak buj me rolin e Rodrigos. Të gjithë e din tashmë. Të gjithë. Po ashtu luajta edhe në piano. Atë vit nuk mora çmim. Vitin e dytë luajta bateri, piano, po ashtu bëra edhe një monolog, i cili preku goxha veta, mora shumë komente. Dhe me këtë monolog fitova çmimin e aktorit më të mirë dramatik, po ashtu dhe me baterinë instrumentistët më të mirë. Të pëlqen më tepër pjesa e aktrimit apo instrumentave që përmenda? Nuk mund t'i ndaj. Pjesa e instrumentave, veçanërisht pianoja më ka shoqëruar përgjatë 9 viteve, 9 vjeçaren, sepse kam bërë tek muzika, kam studiuar aty. Por edhe teatri është një pjesë e ngrohtë. Kur ke nisur pra, domethënë edhe me teatrin dhe me aktrimin? Me teatr në vit të parë, me Rinshon. Po ashtu gjatë verës kemi bërë dhe një shfaqje me teatrin e të rinjve. Edhe këtë Sapo do të pyesja edhe për verën si i kalove pushimet, ti e preke pak tani për aktrimet që ke bërë dhe për shfaqjet, të lutem na fol pak më shumë për shfaqjet që ke bërë. Po, verën e shfrytëzova për t'u qetësuar si fillim,
bëra një udhëtim me familjen, u kënaqa, u qetësova, u riktheva, pastaj u mora me mikeshat e mia me një projekt të vogël, i cili nuk ishte spontane, kishim menduar që para një viti, por angazhimet e bën të pamundur realizimin dhe vera ishte periudha më e volitshme për ta realizuar. Gjithashtu ditën e djeshme shfaqëm në kinema Millennium. Shumë mirë. Suksese edhe për atë. Shumë faleminderit. Dua të di më tepër për pjesën e projektit që përmende me shoqet e tua. Çfarë tematike kishte? Çfarë ju shtyu që ta realizonit? Edhe qoftë ndonjë eksperiencë të veçantë që mund të kenë ndodhur gjatë realizimit të këtij projekti, si gjithashtu edhe mënyrën si jeni ndjer, emocionet. Atëherë projekti ishte një film me metrazh të shkurtër, i cili prek tematikat e të rinjve. Ishte pak një temë e rëndë, po si projekti parë, por që mendoj se arritëm të realizonim më së miri. E realizuam në një kohë relativisht të vogël dhe emocionet e para si një artist i ri sapo ka nxjerr produktin e vet për të parë. Mund ta imagjinoni, besoj. Të kuptoj. Mirë, atëherë dalem pak këtë aktrimin apo dhe instrumentet, le të flasim pak për shkollën tani. Si ndjeshje viti fundit, domethënë, çfarë ke menduar të bësh më vonë pasi të mbarosh vitin e tretë? Mendoj të ndjek studimet e larta që lidhen me një deg që unë kam me pasion, domethënë dua të vazhdoj një drejtim të cilin do më rris jo vetëm profesionalisht, por do të zhvillohem dhe si individ dhe mëtej të kem mundësinë për të bërë gjëra të mira në shoqëri. Cilat janë sfidat më të mëdha që ndjen këtë vit? Besoj Ilva më kupton se çfarë do them, është presioni i zgjedhjeve, provimet e maturës, studimet e larta, pritshmëritë e vetes, po ashtu dhe të familjes. Është vërtet një vit i vështirë, por duhet të jemi të fortë psikologjikisht, sepse çdo vendim që marrim duket sikur është i gabuar. Të kuptoj shumë mirë. Me lëndet të zgjedhje që janë to, se e di dhe vetë si ndihesh, domethënë. I kam përzier, kam bërë një mix shkencore, shoqërore, sa as vetë nuk di çfarë të zgjedh më vonë. Akoma nuk ke zgjedhur? Jo, nuk e kam ndarë mendjen dhe nuk e di kur do ta ndaj, sepse është vërtet vonë. Duket sikur kemi kohë, por jo, nuk kemi. Ku je më shumë, domethënë, e synuar në aktrimi apo në të tjera, për shembull mjekësia? Po, doja ta edhe mjekësia më pëlqen, por edhe arti, pra kam dy ekstreme dhe nuk e di këtë zgjedh midis të dyja. Pasën e të ardhme të afërt edhe mund t'i vazhdosh të dyja. Po. Pse jo? Shpresojmë. Si ka ndryshuar qëndrimi yt ndaj shkollës? Për shembull, hyrja në vit të parë dhe tashmë hyrja në vitin e tretë, në vitin e fundit. Si ka ndryshuar ndjesitë e tua? E kam vënë re në fakt, ne ndryshojmë, nuk jemi një lloj gjatë të treja viteve. Nuk është se ndryshojmë drastikisht, por kemi një ndryshim të ndjeshëm. E kam vënë re në vit të parë kisha frikë çfarë do më priste, vend i panjohur, nuk kisha mësuar. Pastaj në vit të dytë u ambientova me mjedisin, me profesorët, kam krijuar konfidenca, relata të mira. Dhe gjithashtu dhe në vitin e tretë nuk di se çfarë më pret më tej. Shumë e vërtet. Do të bëj një pyetje interesante tani. Çfarë do ishte ndonjë këshill që do ja bëje vetes nga viti i parë? E mendoj vazhdimisht këtë. Nëse do ta kisha. Edhe unë e mendoj, të them të drejtën shumë këtë dhe nuk kam një përgjigje konkrete. Nëse do kisha veten time përballë, veten time të vitit të parë, do I thoja mos ki frikë të gabosh, sepse për këtë gjë je aty. Dhe mos u kurse, u përfshiu në çdo aktivitet, në çdo debat të organizuar, jep sa më shumë nga vetja, spikatu. Në këtë lloj mënyre mund të zhvillosh veten tënde.
synimet që ke, pasione, talentet e gjitha, po. Normalisht që në 3 vite mund të ndodhin shumë eksperienca të reja dhe doja të pyesja se çfarë do të mungonte më tepër ty nga gjimnazi, nga këto që ke kaluar deri tani. Shumë pyetje e bukur kjo, Elena. Vetja ime. 3 versionet e ndryshme të vetesime. Të cilat janë? Nuk pak personale, por mendoj se kjo është ajo çka do më mungoj. Pa dyshime dhe profesorët, bashkë moshatarët, por më së shumti vetja. Mendoj se dhe koha e Erin Show do të mungoj ashtë masa. Pa dyshim. Shumë e drejtë. Ke një mesazh të fundit që do doje t'ja jepi qoftë moshatarëve tanë, po ashtu dhe ata më të vegjël që nuk e dinë se çfarë do t'i pres. Moshatarët e mi e dinë çfarë mund t'ju them, por doja t'ju thoja atyre të vitit të parë, kujdesni me shoqërinë, zgjidhni të durën, sepse ata që mendoni se janë të mirë dhe nuk ju bëjnë keq, janë pikërisht ata që do ja fusin pas shpine. Në mos më besoni mua, provojeni në kurizin tuaj dhe pastaj kuptojeni. Kjo është e gjitha që doja. Shumë faleminderit Fiona që pranove këtë emision tonë. Faleminderit ju. Dhe shumë suksese në vazhdim. Urojmë shumë suksese edhe në aktrim, edhe në instrumentet, por edhe në dekën që ti do zgjedhësh tek studimet që do kryesh. Suksese dhe ju. Shumë faleminderit. Kjo ishte e gjitha për sot. Falenderojmë të gjithë të ftuarit që u bën pjesë e emisionit tonë në këtë episod të parë dhe gjithashtu përsëri ju urojmë suksese të gjithëve në këtë vit shkollor. Deri në takimin e radhës të emisionit Të Rinjt për Të Rinjt, ju urojmë një javë të këndshme.